e ftuar në emisionin e Brikenës ka qenë ish-banorja Greta Kazazi. Intervista mes tyre si duket ka ndezur menjëherë për plasjet me Selinën duke sjellë reagime virtuale në rrjetet sociale. Gjithçka nisi kur Brikena vendosi ta kthente vëmendjen pas në kohë duke i kujtuar Gretës periudhën brenda shtëpisë. Ka parë disa video që, kur kemi qenë në shtëpinë të famshme, ti Shëndriti dhe Selin flisnit për mua, po tani çfarë flisni për mua? Ishte pyetje ngacmuese e Brikenës, e cila kërkonte të zbulonte nëse mendimi i ish-banorëve kishte ndryshuar tani që loja ka përfunduar. Përgjigjja e Gretës ishte mjaft e matur dhe diplomatike. Ajo shpreh se secili tashmë ka vazhduar me angazhimet e veta dhe se ajo që mbetet është respekti. Secili ka angazhimet e veta, gjithmonë mbetet shija e mirë, edhe respekti për njëri tjetrin, siç kanë për ty dhe për të gjithë banorët e tjerë sepse loja ka përfunduar, deklaroi Greta, duke bërë thirrje që gjërat e shtëpisë të lihen të shkuarës. Mirëpo situata si duket u ndez menjëherë pas intervistës, kur Selina reagoi me një postim të jetashëm në profilin e saj në Instagram. Përmes një publikimi plot ironi dhe revoltë, ajo ndau një shkrim mbi çrregullimin e personalitetit në artistisë dhe mënyrën se si mund të ndihmohet një person që vuan nga ky çrregullim. Seli nuk u ndal me kaq, por e shoqëroi postimin edhe me një mesazh mjaft humbues që duket se i drejtohej Brikenës. Kam fajin që kam televizorët dhe rrjetet sociale, që ato që më humbin në televizor më nxjerr zotin në Instagram. Në këtë mënyrë Selin i është kundër përgjigjur asaj nga Instagrami duke cilësuar si narcisiste, edhe pse nuk ja përmendi emrin drejt për drejt. Koha e postimit, i cili u hodh menjëherë pas transmetimit të intervistës, la të kuptohet se ky mesazh i koduar ishte i adresuar pikërisht për Brikenën. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.